أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسولنا المصطفى وعلى آله وصحبه الشرفاء وبعد Falënderim të kanë Allahu Gjelle Gjelaluhu, salatu e salam e qofshin mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë muslimanët që pasojnë udhëzimin e tyre deri ditën e gjykimit. Allahumma amin. Do të përmendim përsëri ngjarjen e Ademit alayhis salam dhe një mesazh, mësim për një pjesë nga jeta e Ademit alayhis salam. Ajo ishte konsumimi i pemës, të cilën Allahu nuk na tregoi se çfarë pemë ka pas. Por na tregoi që Ademi alayhis salam me bashortën e tij e konsumon pema. Allahu Gjelle Gjelaluhu kur e krijoi Ademin alayhis salam në shenjë respekti dhe ngritjes së gradës së Ademit alayhis salam, Allahu Gjelle Gjelaluhu i urnoi me laçet me i bë sejdë. I urnoi me laçet me i bë sejdë. Illa iblise aba, pos iblisit i cili refuzoi. Por shkak refuzimit, Allahu Gjelle Gjelaluhu e nxorri prej xhennetit. Dalim. Dhe një farë mënyra armiqësinë që e ka iblisi ndaj neve është për shkak inatit që e ka ndaj Ademit alayhis salam, i cili u bë shkaktar që me dal prej xhennetit. Allahu me krijimin e Ademit alayhis salam nxjerri diçka që me laçet nuk e dinin për iblisin. Karshi kësaj, Allahu Gjelle Gjelaluhu i atërheqi vërejtjen dhe qartë i tregoi që mos me ndëgju iblisin, për shkak se ai është armik i juve. Ai është armik i juve. Allahu i atërheqi vërejtjen, e këshilloi, e informoi për iblisin. Karshi kësaj, plus Allahu në xhennet i amundsoi të gjitha të mirat, të gjitha të mirat, të gjitha knatësit, përpos një peme. Përpos një peme. Atë ja ndaloi Allahu subhanahu wa taala. Karshi krejt kësaj, karshi krejt këtij realiteti, dhe asaj që Allahu tha, o laqad karramna bani Adem, na i kina privilegju, i kina ngrit, i kina dallu bijtë Ademit. Në fillim me Ademin alayhis salam. Allah e krijoi me durë të vetë Ademin alayhis salam, që e cekëm në mësimin e parë. Dhe ka krejt këtij realiteti, Ademi alayhis salam e konsumoi pemën. Hangër prej pemës. Allah tha, kul nahbitu minha jamia. Zbritni krejt për xhennetit. Në surën A'raf tha, kthehuni në tokë. Aty e pas vend qëndrime. E tabiati i njeriut, kështu natyrshmëria, qefi, epshi i njeriut është që të bën çka don. Mos ka ndalesa. Kështu është xheneti. Allah na bëfë xhenet live. Kështu është xheneti i Allahut. Aty ka syni që s'ka pa, veshi s'ka dëgju, as që mund të paramendu njeriu. Allah e përgatit xhenetin me durët e veta për besimtarët, për të devotshmit. E Allahu Gjelle Gjelaluhu e nxjerri Ademin alayhis salam prej xhennetit, dënim prej anës Allahut subhanahu wa taala, që me kalu një fazë të jetës në këtë botë, e pastaj mu kthy apet në vendin e tij. Thotë Ibn Kaimi, fa hayya ala al-jannati adnin fa innaha manaziluka al-ula wa fiha al-mukhayyam walakinna sabju al-aduwi fa hal tara na'udu ila awtanina aw nusallimu. Hajde nxitoni për xhennetin Aden, por shkak se atje është shtëpia jon, atje është vend qëndrimi jon. Atje është shtëpia jon e parë. Ama walakinna sabju al-aduwi fa hal tara na'udu ila awtanina aw nusallimu. Mirë po na kina ra peng
i armikut ton. Na kena ra peng i armikut ton, iblisit, shejtanit dhe ushtrisë së tij, të cilët mundohen me na deviju nga rruga e Allahut subhanahu wa taala. A nuk po mediton thotë Kaimi, a nuk po mediton pak kthehemi edhe të shpëtojmë? Ky realitet çka na mëson? Mësimi i kësaj nate. Mësimi prej kësaj pike. Se na nuk mundemi më shpëtu prej intrigave të shejtanit. Na nuk mundemi më shpëtu prej devijimit. Nuk mundemi ta fitojmë udhëzimin. Na nuk mundemi ta fitojmë kënaqësinë e Allahut. Na nuk mundemi ta fitojmë xhennetin e Allahut jashtë se duke u mbështetur te Allahu subhanahu wa taala. Duke u mbështetur te Allahu xhela xhelaluhu. Duke paraqit edhe duke e ndje shpirtërisht nevojën tonë për Allahun subhanahu wa taala. Se na kemi nevojë për Allahun xhela xhelaluhu. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyul hamid. O ju njerëz, ju jeni fukara për Allahun. Ju keni nevojë për Allahun. Ju nuk mundeni pa Allahun. Wallahu huwal ghani al hamid. Allahu ai është i panvaruri. Allahu ai është që s'ka nevojë për askand dhe ai është i lavdruari. Wa yasha yudhhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dhalika ala Allah bi aziz. Me dashur Allahu yudhhibukum, ju prish, ju shkatron juve. Wa ya'ti bi khalqin jadid, dhe vjen me krijesa tjera. Wa ma dhalika ala Allah bi aziz, dhe kjo nuk ka rand për Allahun. Kjo nuk është rand për Allahun. Ne a shijojmë shpirtërisht çdo ditë se na kena nevojë për Allahun dhe na pa Allahun nuk mundemi? Kjo është pyetje shumë e rëndësishme. Pra mëkati i Ademit alayhis salam na mëson neve që na të mbështetemi tek Allahu, që na mos ta harrojmë Allahun, që na mos mendojmë se jemi shumë të mençëm, na jena të fortë, na jena kështu, na jena ashtu dhe për shkak kësaj na kemi merituar këtë çka e kemi. Jo. Krejt kjo është begatia e Allahut subhanahu wa taala. Wa ataakum min kulli ma sa'altumu wa in ta'uddu ni'mat Allahi la tuhsuha. Allahu ju dha juve krejt atë çka keni pas nevojë. Sikur doni të më numëru të mirat e Allahut ndaj juve, s'mundni me llogarit. Wa kana al-insanu zaluman kaffar. Jahulan kafura. Dhe njeriu ishte njeriu ishte ignorant, me ignorancë të madhe, edhe mohus me mohim të madh të begative të Allahut subhanahu wa taala. Krejt të krijesa Allah i ka krijuar me na shërby neve që na të adhurojmë Allahu subhanahu wa taala, na përsëri harojmë më mbështet tek Allahu subhanahu wa taala. Për shkak të realiteti, na s'po mundim me ecë përpara. Për shkak se fillojmë me mbështetje tek Allahu subhanahu wa taala, fillojmë me realitetin se na kemi nevojë për Allahun xhel xhelaluhu, pas 2, 3, 4, 5 hapave e harrojmë këtë realitet dhe mbështetemi tek vetët tona pa e ditë. Dhe që Allahu na çon një sebeb pas një 50 hapave tjera, me na tregu që tevekulin, mbështetjen tek Allahu, nevojën tonë dhe për Allahun e ke humb. Përsërite, tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, jaddidu imanakum. Ripërtrijeni imanin tuaj, se me të vërtet imani vjetërsohet tek njëri prej ju, qysh vjetërsohet petka e re. E merr të re, mirë me kalimin e kohës, laj baj, për vjetërsohet edhe mundet më shkuj letë. Kështu është edhe imani njeriu që ka mundësi njeriu me ardhë në asnjë situate që me e adhuru Allahun ala tarf, në qosh. Pak me e prek bje. Allahu na rujt. Lutim Allahun që Allah të falë mëkatet tona. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.